Avioni presidenciali i Venezuelës fluturoi sot nga Caracasi drejt kufirit me Brazilin. Sipas raportimeve, kjo vjen pasi Donald Trump deklaroi se hapësira ajrore e Venezuelës është e mbyllur në tërësi, pasi u zotua se sulmet toksore të SBA-s do të fillojnë shumë shpejt. Sipas faqes së internetit të ADSB Exchange, e cila monitoron të dhënat e gjurmimit të fluturimit, avioni u nis nga Caracasi dhe fluturoi drejt kufirit me shtetin brazilian të Roraimas përpara se të kthehej në kryeqytetin venezuelian. Aeroplani ishte një Airbus A319 i operuar nga Conviasa, një linjë ajrore shtetërore venezueliane, raportoi CNN Brazil. Aeroplani ul në aeroportin Santa Elena de Guairén, rreth 250 kilometra larg kufirit me Brazilin, përpara se të kthehej në Caracas. Aeroplani përshkruhet nga faqja e internetit si një avion qeveritar VIP, është përdorur nga diktatori Nicolás Maduro në udhëtime zyrtare. Aeroplani fluturoi vetëm disa orë pasi Trump paralajmëroi pilotët të mos hynin në hapësirën ajrore të Venezuelës. Paralajmërimi vjen mes tensioneve në rritje midis Washingtonit dhe Caracasit, me frikën që po shtohet për një luftë të përgjithshme kundër bandave të drogës në Venezuelë. Një zyrtar amerikan tha për Washington Post se avionët ushtarak amerikan thuhet se po kryejnë patrullime pothuajse vazhdimisht hapësirën ajrore ndërkombëtare pranë Venezuelës. Ka intent Trump u zotua të përshkallëzojë veprimet ushtarake kundër kontrabandistëve të dyshuar të drogës, duke thënë se ushtria amerikane do të fillojë operacione toksore në Venezuelë shumë shpejt. Ai tha: "Ndoshta e keni vënë re që njerëzit nuk duan të bëjnë shpërndarje nga deti, dhe ne do të fillojmë t'i ndalojmë ata edhe nga toka. Toka është më e lehtë, por kjo do të fillojë shumë shpejt", tha ai.